Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Krimet zgjedhore, Spaku bën të ditur se deri dje në total ka marrë 115 kallëzime nga partitë politike, referime nga Policia e Shtetit, denoncime nga platforma online apo të iniciuara nga vetë prokuroria e posaçme. Për 35 prej rasteve, Spaku njofton se ka nisur hetime. Një kallëzim u regjistrua në Spak nga kandidati demokrat Xhemal Gjungshi ndaj kryetarit të Bashkisë Dibër dhe një zyrtarit të shërbimeve publike. Gjungshi akuzoi mazhorancën se ndërtoi një rrugë në fshatin Otesh në shkelje të ligjit zgjedhor. Kto kanë patur të gjithë kohën e mjaftueshme dhe nevojshme që këtë rrugë ta ndërtonin për 12 vjet, mirë po ashtu siç ka ndodhur në gjithë Shqipërinë dhe qarkun e Dibrës, infrastruktura rrugore lë shumë për të dëshiruar. Procedohet për shpifje Gjingjoni, kandidati demokrat për deputet në Lezhë u denoncua nga 5 përfaqësuese simpatizantë të Partisë Socialiste që i akuzoi për shpifje. Policia referoi materialet në prokurori duke nisur procedimin në gjendje të lirë për Gjingjonin. Tensione në Lezhë edhe mes koalicionit Euroatlantik të Lulzim Bashës dhe Partisë Socialiste, kandidati Eduard Ndocaj hodhi akuza për blerje votash ndaj nënkryetarit të Bashkisë Lezhë dhe një drejtorit të OSHE-s. Ndocaj bëri denoncim në Spak pas kallëzimit të zyrtarit të Bashkisë se ju pengua lëvizja me makinë në Kolç. Policia vuri në hetim një 38 vjeçar. Zarfa me fletvotimi nga diaspora nuk erdhen as sot në Tiranë, prej 2 ditësh nuk ka fluturime për në vendin tonë me votat nga jashtë, krye komisioneri Celibashi. Për shkak të ditës së shtunë dhe të diel, kur operatori i shërbimit postar ka një shërbim të reduktuar. Dje kanë qenë 4 zarfe për të mbritur, po qendra e përpunimit të dërgesave postare të DL-s në Leipzig ka preferuar që të mos nisi një avion të posaçëm vetëm për 4 dërgesa. Ndërsa nga Greqia ka mbritur vetëm 1/3 e zarfeve, Celibashi hodhi poshtë pretendimet e partive politike për krim zgjedhor apo manipulime. Rreth 21.000 zarfa, DL nuk ka mundur t'i shpërndaj akoma. O janë në zyrat e tyre, o janë në proces, prej tyre 11.000 janë për shkak të problematikave pasaktësi në adres, pasaktësi në emailin e kontaktit dhe pasaktësi në numrin e telefonit. Celibashi shtoi. Nuk më vjen në mendje se çfarë do duhet të bëjmë. Ishte dikush, është njëri që bëri këtë vajta, tani nëse një zgjedhës nuk e ka marrë fletën e votimit, ka gjithë mundësim për të raportuar vetë zgjedhësi. Nëse do të spekuloje, do të thoja që në një shumicë rastesh të cilat ne na janë bërë me dje, kur kemi bërë verifikimin, kanë rezultuar spekulime të pastra. Zgjedhjet parlamentare 2025. Shqipëria vendos. Kryeministri Rama sërish i drejtoi një apel diasporës shqiptare dhe në veçanti asaj në Greqi ku haset problematika më e madhe me zarfet e pakthyer të votave. Ju lutem shumë, zarfat duhen thyer. Dje ka pasur një lëvizje pozitive, i falenderoj gjithë me mirënjohje, por ka ende shumë zarfa me votën të shpërndar nga DL-ja që duhen thyer për të ardhur në Tiranë. Nga Librazhdi ku ishte në takimin përmbyllës të fushatës parandalesës në Elbasan, kryeministri Rama ironizoi Tomor Alizotin, i cili paremroi se do t'i hanë të gjallë po prek vota. Kam ardhur me shumë frikë dhe gati isha duke u kthy mbrapsh te ka dalë njëri kënej që do na hajë gjallë. Mirë po, nuk e shoh gjykundja ë. Sot kemi edhe një takim të madh përmbyllës në Elbasan, edhe ju falenderoj shumë që jeni kaq shumë tu, se duke ju pa kaq shumë edhe mua më del pak frika, se ai kur thot do ham, ai ha me gjithmen. Në Librazhd Rama deklaroi: Do bëjmë për Librazhin më shumë se ç'kan bërë gjithë tjerët marrë së bashku dhe ja ku e kemi bërë. Sot ju them, keni besim, vazhdojmë përpara, sepse tani më kemi edhe mundësinë historike që Shqipërinë ta bëjmë pjesë të familjes bashkuar europiane dhe ta fusim në shtëpinë e përbashkët të Evropës. Sipas Partisë Demokratike janë 466.000 qytetarë që nuk votojnë dot në parlamentaret e 11 majit. Sot janë 466.000 shtetas me drejt vote, të cilët nuk kanë një dokument të vlefshëm identiteti, as letër njoftim, as pasaport. Qeveria shqiptare zgjati vlefshmërinë vetëm për zgjedhësit që jetojnë jashtë Shqipërisë, duke diskriminuar ata që janë në Shqipëri. Ky diskriminim është antikushtetues dhe rrezikon të drejtën e votës të këtyre 466.000 shtetasve që banojnë në Shqipëri.
Nënkryetari demokratu Erdh Bylykbashi bëri thirrje KQZ-s të kërkojë nga qeveria zgjatjen e afatit të dokumenteve të identifikimit. I kërkojmë qeverisë që pa vonesë të nxjerrë akti normativ dhe të zgjasë vlefshmërinë e dokumenteve të identitetit vetëm për arsye zgjedhore që këta shtetas më 11 maj të kenë mundësi të votojnë. I kërkojmë Komisionit Qendror Zgjedhjeve që ta kërkojë këtë me forcë pranë qeverisë në mënyrë që këta shtetas kenë mundësinë që të votojnë. Nga Fieri, Tom Doshi u kërkoi qytetarëve të votojnë të lirë pa frikën e presioneve. Doshi shpreh bindjen se pas zgjedhjeve të 11 majit nuk do të ketë qeveri pas socialdemokratët. Jena kundër menaxhimit dhe korrupsionit. Të mënohen sa don, të blejnë vota, mbajnë presione, të heqin prej punën, nuk ka më. Ne do të jena një forcë mas 12 majit, që pa ne nuk ka maggjorancë. Unë nuk mik elektoratin. Elektoratin e kam besnik. Nuk thot kush mas e votoni PD, mas votoni PSD. Sepse faktikisht ne marrim votat djathtas, majtas, ato që janë elektorati grek, gjithë po vinte në. Nëse sot mbaheshin zgjedhjet parlamentare, Partia Socialiste fiton me 49.4% të votave, kundrejt koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore me 34.9%. Ky është rezultati i sondazhit të tretë të publikuar në emisionin Top Story në Top Channel dhe realizuar me kompaninë e njohur amerikane McLaughlin and Associates. Sipas të dhënave të sondazhit të tretë realizuar nga 26 prilli deri më 3 maj, e ku janë pyetur 1200 qytetarë, garon mes partive të tjera e kryeson Mundësia me 5.3% të votave. Partia Agron Shehajt ndiqet nga nisma Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapajt me 3.3% dhe Partia Socialdemokrate e Tom Doshit me 3.1% të votave. Edhe në sondazhin e tretë, ekonomia, papunësia dhe emigrimi janë mes problemeve kryesore. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Lirohet Altin Albati, vëllai i kandidatit demokrat për deputet Bledion Albati. Gjykata e Korçës vendos detyrim për paraqitje. 42 vjeçari u arrestua mbrëmjen e 3 majit pas sherrit me një shofer kamioni në rreth rrotullimin e Mirasit në Bilisht. Në konflikt ishte përfshirë edhe Bledion Albati, për të cilin policia njoftoi se pasi tentoi të qetësonte situatën, u përpoq që shoferin ta zbriste me forcë nga kamioni. Lajmi nga rajoni. Lumir Abdigjiku refuzon ftesën e Albin Kurtit për koalicion qeveritar me vetë vendosjen pas zgjedhjeve politike të 9 shkurtit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës njoftoi se ka ftuar të gjitha partitë parlamentare shqiptare të takohen për të formuar një qeveri tranzicioni dhe unifikuese. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ersil Tadoko. Unë jam Ervin Nikolla. Kjo është Top Albania Radio.